Rahim. Suksesi në Islam. Një rrugtim mjaft interesant i shumë njerëzve në këtë botë që mundohen të arrijnë sukses. Mirë po duhet ta kuptojnë se wa ma tawfiki illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Me të vërtetë suksesi im, pra dhe juaj dhe çdo njeri prej jush varet nga Zoti i Madhëshëm. Padyshim, shumë njerëz në këtë botë, në dekada, në histori, në shekuj, janë përpjekur dhe janë munduar të jenë të suksesshëm. Mirë po, sa kanë arritur është një pikpyetje e madhe. Prandaj suksesi është në dorën e Krijuesit. Ne mundohemi, bëjmë plane, sforcohemi, mundohemi, dajmë orë të tëra që të arrijmë sukses. Mirë po, suksesi është në dorën e të madhënishmit Allah. Andaj suksesi vërtet është që të fitojmë kënaqësinë e Allahut, që të ruhemi nga zjarri, që të kemi kujdes me amanetet në cilat jemi të thirrur dhe që përmbahemi udhëzimeve të Kuranit, ku na tregon se duhet jemi të durueshëm, duhet jemi fjalë mirë, duhet jemi vepër mirë dhe duhet bëjmë vepra të mira. Padyshim pra se pa iman, pa besim nuk ka bereqet, as puna, as jeta. Njeriu mund të ketë shëndet, mund të jetë i shëndosh, mund të jetë vital, mirë po, kur nuk ka besim, ai është një copë mishi. Prandaj njeriu duhet të ketë edhe zemër të bardhë, shpirt të mirë, dhe nuk mjafton që të ketë gjatësi, ose të jetë i gjerë, ose i gjatë, ose pa marrë parasysh si duket në pamjen e tij fizike. Por shpirti i tij, zemra e tij, qalbi i tij, pra, si që thëtë Zoti në Kur'an, ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub, pra duhet më ushqye me dhikrillah, me përmendje të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ashtu si që ushqiet zemra me përmendje në Allahut, ushqiet dhe gjuha, sepse ti do të përmendesh me gjuhë. Po në të njëjtën kohë, gjuha, zemra do të komunikojnë me mendjen, dhe mendja jote do të fillojë të reflektojë pozitivisht. Dhe gjitha këto të trija do sinkronizohen me njëra tjetrën dhe do japin frytet e veprave. Prandaj nëse ne ecim në këtë trinom që është pra gjuha, mendja dhe zemra, ky trinom do forcoj pra edhe fjalën, veprën. Pra veprat tona do të shumohen më shumë në veprimin e bamirësisë, në veprimin e rregullimit të shoqërisë që na rrethon, por edhe të vetes tonë pikë së pari. Sepse kur ne kemi marrëdhëniet e mira me Krijuesin dhe jemi në një lidhje të fuqishme me Krijuesin ton, atëherë edhe me krijesat do të jenë në rregull pra lidhjet tona. Dhe suksesi do të jetë i pashmangshëm. Prandaj të gjithë pejgamberët e Zotit arritën sukses, por edhe sahabët, shokët e Muhamedit alayhis salam, por edhe tabi'int, por edhe evlijat e Zotit, dashtunit e Allahut, ata për arritën suksese të mëdha për shkak se ecën konform rregullave të Krijuesit dhe u munduan ditën dhe natën për me fitu kënaqësinë e të Madhit Zot. Prandaj kënaqësia e Madhit Zot fitohet kur respektojmë nënë e babë, kur respektojmë farfis dhe farefis dhe familje të ngushtë dhe të gjerë, i nderojmë ata, sepse Zoti na ka mësuar të nderojmë dhe të respektojmë. Dhe të kujdesemi për shoqërinë, për njerëzit që na rrethojnë, për kujshiun e afërm dhe të largëm, për fqiun e largëm dhe të afërm, për rrugën në cilën ne ecim, duhet pra të kemi kujdes. Dhe pastaj suksesi do të vjen. Sepse vepra e mirë e shumëfishon të mirën dhe shumëzon të mirën. Dhe ajo shtohet dhe bëhet si një mal i madh, ku ai mal kërkon dhe një mal tjetër të madh pranë tij, dhe ato male të shumta bëhen vargmale. Dhe i sheh veprat besimtarit e tija të mbushura gjithandej me sjelljet e tij të mira, me fjalët e tij të bukura dhe të zgjedhura, me mendimet e tij të mira, me veprimet e tij të mira. Prandaj bëhu prej të tillëve që vazhdimisht pra kanë synim me fitu pra kënaqësinë e Zotit, atëherë suksesi do të jetë i garantuar. Prandaj dhe pejgamberët e Zotit që tër jetën e tyre ja kushtuan misionit të thirrjes, edukimit, davetit islam, ata
Zoti i nderoj në këtë botë dhe në botën tjetër padyshim në xhenet. Prandaj ne kemi shembullin më të mirë Muhamedit alayhis salam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanat, ku ai sillej mirë me fëmijën e afërm dhe të largëm, ku sillej mirë me familjen e tij, ku ishte shumë i drejtë, i ushqente të smurët, nevojtarët dhe bënte vepra vazhdimisht të mira. Atëherë Allahu tha për pejgamberin ton alayhis salam, "Wa rafa'na laka dhikrak", ne ta kemi ngrit lart suksesin, famën, reputacionin tënd ja Rasulullah. Andaj nëse lexojmë jetën e Muhamedit alayhis salam, marrim shembuj se si duhet ta ndjekim shembullin e mirë që edhe ne të ecim rrugës së gjurmëve të parëve të tanë, ku ishin pra pejgamberët, ishin shokët e pejgamberëve dhe ishin brapa gjeneratat e ndritura që punuan punë të ndritura. Selam aleikum.